Të dashur qytetarë, e kam pas edhe një faqe tjetër, nuk po e di ku më kam bet me zotime, por edhe nëse nuk është e shtypur këtu, është atje në kompjuter kër është shkru. E atë faqen me ato zotimet që si kam sonte, do të themi në tubimet për gjatë tyre 2 javëve, drejt 7 qershorit, por duhet të sigurohemi që secili qytetari i Republikës, të gjithë ju me familjet, farefisin, me shok, dashamirët, kushërit e afërt e të largët, ta ushtroni të drejtën, ta shfrytëzoni mundësinë për të votuar për një fitore edhe më të madhe, sepse kur 51% nuk jenë mjaft, atëhere besojme, shpresojme, urojmë që 60% e më shumë do t'jenë mjaft dhe ai inati i blokut opozitor nga viti i kaluar, i cili është zbehur në këtë vit, do të fashitet plotësisht pas zgjedhjeve të Rodhës. E ne dëshirojmë që qytetari të jetë aktiv, sepse ne duam që shteti të jetë aktiv. Një shtet i cili është pjesëmarrës dhe i barabartë në gjitha nismat rajonale. Të angazhohemi për integrim të plot në tregun e përbashkët rajonal dhe zbatimin e gjitha obligimeve të cilat dalin nga procesi i Berlinit. Kosova do t'jetë plotësisht e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian, edhe gjatë mandatit tonë të ri, e plani i zgjerimit të Bashkimit Evropian paraqet një mundësi të shkëlqyer për shpejtimin e reformave tona për integrim evropian. Tash, agenda e reformave për vitet 2025-2028 do t'jetë prioriteti ynë për të përfituar sa më shumë fonde nga Bashkimi Evropian dhe për parafrim të plot me tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Lirisht ulleni.